Denisi miq. Po thoni kush është Denisi? Denisi është djalë ka Tibra. Unë kam njoftë në Berlin në një kantiere të mi ku ai punonte në mënyrë që të nxirrte të ardhurat sa të vogla për të ndihmuar prindërit e tij me argjimet e shtëpisë. Denisi ishte 17 vjeç, nuk ka mbaruar akoma gjimnazin dhe përsëri e mendon se është e duhur që gjithë secili të mundohet të nxjerrë atë sintezën sa më të vogël. Denisi e kupton shumë mirë që nuk është aq e thjeshtë sa duket të mbash një familje me rroga plera dhe normalisht ka vendosur që ndryshe nga shokët e tij që nxjerrin historinë jo në për jalëra, jo në për tregje shejtan, të vi në një mënyrë apo në një tjetër në një vend të huaj dhe të punojë për të nxjerrë sa më shumë lekë të mundi për fundin e vitit tjetër shkollor dhe fillimin e shkollës së lartë. Vetëm 17 vjeç. Edhe përsëri ka vendosur që jo, unë nuk do të bëj parazitin. Vërtet jetoj në një vend që më mungojnë shumë gjëra dhe kjo lloj qeverie, ky lloj shtetformimi mua më heq atë, le të themi më heq të gjithë të drejtën për të qenë adoleshent dhe për të kaluar kënaqësitë e moshës, por Denisi refuzon që ta ankohet edhe të presi për të ardhur ndryshimi, por ai vendos që të bëj diçka për të. Deri në një moment të dytë që gjërat të ndryshojnë, ai vendos që t'i bëj ball vetjetës, deri në ku të jetë pak më e qartë se ku po shkon Shqipëria vërtet ai vendos që të ndërtoi veten e tij. Deri në një moment të dytë ku familja e tij të jetë në një gjendje më të mirë ekonomike, Denisi vendos që edhe ai të ngrej barrën e tij dhe të bëhet kështu një antar produktiv i familjes, sepse jo shumë larg më përpara edhe prindërit tanë të gjithë normalisht në këtë lloj ambienti janë rritur. Të gjithë kanë punuar që në fëmijëri, të gjithë janë lodhur edhe kanë qenë të vegjël, fëmijë të paprigatitur etj, po nuk ka ndaluar asnjëri që të nxinin sa më shumë të mundi nga ajo lloj situate e keqe, sepse ajo situatë është edhe normalisht kështu do të jenë të gjithë. Vërtet një moment për ulës, domethënë, sepse normalisht edhe unë kam punuar kur kam qenë atë moshë, por jo në atë lloj grade si Denisi që ka lënë shtëpinë dhe ka shkuar në një vend komplet tjetër të huaj për të bërë një punë që le të themi të drejtën është shumë e lodhshme fizike. Edhe në fillim unë ndjeva pak keq, e kupton që një djalë i tillë bën këtë punë, edhe unë i marr shumë gjëra që të jetës time të mirëqenia, por pastaj u frymëzova shumë sepse mendoj se vërtet ato që kemi diskutuar edhe në podcast e gjithkohës, jo po pse qahen të gjithë nuk bën asnjëri asnjë, në të vërtetë nuk janë një shumicë e madhe, por një pakicë e vogël që i mbushin ato lokalet. Ka akoma shumë njerëz që mundohen të dalin, ka akoma shumë njerëz që në një mënyrë apo në një tjetër duan të dalin nga ajo vorbull e keqe e zymtësisë së ekonomisë edhe realitetit shqiptar. Por nuk do ta shkalojmë një fakt. Nuk do ta shkalojmë faktin që është e papranueshme që një vend, domethënë, mos të ofrojë dot as puna të vogla për adoleshentët, për njerëzit që janë edhe paguhen më pak se sa të tjerët, por të mos kesh kapacitet të ofrosh adoleshentëve punë në mënyrë që ata të vënë një lek me njanë është thjesht jashtëzakonisht shumë e trisht. Përveç faktit se Denisi është shembull i mirë për çdo lloj adoleshenti shqiptar dhe të gjithë duhet ta marrim shembull dhe të gjithë duhet të veprojnë në një mënyrë apo në një tjetër në fushën e tyre si Denisi, duhet të kemi parasysh që është ai vend që i ka detyruar ata njerëz që të largohen në atë lloj moshe nga familja, por si në kohrat e hershme. Si gjithmonë do jetë dikush që thotë që ato e kemi bërë të gjithë etj, po nuk jetojmë më në ato vite, nuk jetojmë më në ato kohra. Ka shumë kohra sa më kaluar, duhet gjatë të kishte ndryshuar çdo gjë, por nuk ndryshon. Edhe kjo është fatkeqësi. Nuk është normale kjo gjë që të hy kësaj lloj rruge një djalë aq i ri. Prindëri i atij apo prindëri im apo prindëri tjetër duhet të shikojnë atë ja. Këto janë arsye të kuptojnë se sa e rëndësishme është të ngrihesh edhe të fillosh të krijosh një farë rezistencë sa do të vogël. Po ju ikën fëmijët dita ditës. Mirë kur ju ikin mbasi mbarojnë shkollën apo kur mbasi mbushin moshën, po ju ikin të vegjël. Edhe nëse nuk ju vjen keq, edhe nëse kjo nuk ju frymëzon pastaj për të krijuar një farë lloj rezistencë ndaj uqërve dhe gjakpirësve që i kanë emrin politikan, atëherë nuk e di se çfarë mund t'ju frymëzojë tjetër. Edhe pse jeta është shumë e vështirë, gjithmonë është një rrugë, gjithmonë është një shteg që mund të ndjekësh që të dalësh nga ajo zymtësi. Nëse je në një status shumë të keq financiar, gjithmonë ka një mënyrë se që ti mund të ngresh atë peshën tënde. Edhe për gjithë ata që i kanë edhe që duket sikur nuk ka mjaftuar shumë, domethënë dihet se ka dhe njerëz të tjerë.
Edhe nuk dua të jap asnjëherë atë faktin, jo po njerëzit në Afrikë nuk kanë bukë të hanë etj. Po dihet se kam keq. Edhe në qoftë se je duke u qarë, që edhe unë e kap ndonjëherë veten time duke u qarë edhe duke them që po momentin gjëra të mirë, po që duhet të marrësh një moment e të thuash që në qoftë se një person është duke bërë një X diçka që objektivisht, jo subjektivisht, po objektivisht është më e vështirë se sa kjo gjë që po bëj unë, atëherë mbase të 1 nga 7 ditët që qahem, just shut the fuck up and try to do better. Sa më shumë persona se Denisi të kemi në shoqërinë tonë, aq më shumë do ja kuptojmë edhe vlerën punës dhe mundit edhe djersës tonë, edhe aq më shumë mbase edhe do rritemi si shoqëri, sepse normalisht këta lloj individësh duket që kanë një zell të papar për të zgjidhur problemet e tyre aktuale dhe në një ambient më të mirë, pasi ata ta kenë kaluar atë lloj vështirësie, normalisht do e përdorin këtë zell edhe për të mirën e komunitetit, kështu që jeni si Denisi, mos jeni si ata nëpër TikTok. Deri monologun tjetër, unë ju uroj gjithë mirat, t'ishni Buçi podcast. Buçim në Bu CHI Bu CHI podcast.